Pra, po flasim për gjëra të cilat sot thuhen për të parë, sepse ne po përgatisim padin, ka të bëjë me faktin që ne jemi tashmë me një qeveri kujslinge që e ka dorëzuar Shqipërinë në Izrael 100%. Ka bërë një ofertë pa refuzueshme Izraelit për Shqipërinë, që ta marrin gjithë Shqipërinë ta bëjnë tokë tyre. Dhe ne tashmë e kemi kapur Ramën, shamat në hapat e tij të parë. Që do të jemi me shumë shpresë, sepse jemi në kohën e dur, pa filluar momenti final. Sepse po erdhën ata, nuk i shkullim dot, do ikim ne. Puna është pa ardhur atë si qimi tani. Dhe Rama, me prezantimin e Akademisë të forcave speciale të trajnuara nga Izraeli Shqipëri, tregon që aq i madh është halli sa po kërkon me çdo kusht të shpejtoj projektin që ta shpëtoi Izraeli nga zhbërja e tij totale nga Shqipëria. Sepse Rama është kaq keq, pa e ndjen që fundi po vrapon. Fundi ti po vrapon atëherë ç'bën ai? Po vrapon në dhënien e Shqipërisë Izraelit dhe tashmë policia e shtetit që ka brenda patriot pafund, ka brenda qytetar me ndërgjegje pafund, siç e pedat vajza që vinte duke qarë para policëve thoshte më keni zhgënjyer, da ulin kokën turpruar, po ta them me sinqeritet. Ta keni si lajm ekskluziv. Ditën që erdhi diaspora në Tiranë para 2 javësh, 1500 policë do praktisin detyrën. Nëse do të sulmonte populli kryeministri. E kupton çfarë po them? 1500 policë do dorëzonin detyrën. Në çast do largoheshin, do lëshonin kapetë dhe do largoheshin. Pse? Sepse e din shumë mirë që nëse populli në atë përmas, djem, vajza, burra, gra, fëmijë të vegjël do të përballeshin me kryeministrinë. Kur Rama kishte vendosur 200 forcë të rënjes brenda kryeministrisë, më dëgjoj me vëmendje, 200 forcë të rënjes brenda kryeministrisë, nuk e dim kë ka pas trajner këta të Izraelit etj. Të gjithë kishin bërë me fjalë me njëri tjetrin që do largohesh. Edhe rënja, edhe forcat e policisë, edhe shqiponjat, rreth gjithë do largohesh. Ditën e diasporës. Që ne do rrinim 24 orë, për një ultimatum 24 orësh. Që ne sabotuan dhe sot do t'rregoj edhe punë spionash, si ka funksionuar si skema e kontrollit të Ramës për turmën, dhe ata do të lorëzonin kapelit. Në çast do largoheshin gjithë. Kishin bërë me fjalë gjithë. Po sulmon këta dhe do ikin. Po mirë, tash qoftë se sulmoshin ata, po tash ka ndryshuar menjë? Jo. Apo të po lëvizin me stil. Po ta shpjegoj. Ky policë nga Peqini për parlamentin për 200 protestues. Ky nuk ka më policë. Ky e di shumë mirë që policia do e braktisë në momentin përkatës. Po mirë, Altin, çai zgjidh ose më saktë çai animon këtë me situatën që jemi neve tashti? Kjo akademia që po e citonte. Ku do të sjelli ekspert ushtarak nga Izraeli me urgjencë Tiranës, po e kupton dot? Po përdor akademinë për të sjell ushtarak dhe policë nga Izraeli me urgjencë në Shqipëri që ta shpëtojë se s'ka policë. Të kupton, ti ket ata për po kërkon të justifikojë ardhin e tyre në Shqipëri. Kanë ardhur për akademinë, do thotë ai. Ata nuk kanë ardhur për akademinë. Ti gjen atë visheshi. E kuptove logjikën. Tani çështja është a ja del Rama me këtë gjë? Tani unë po them diçka. Rama duhet të ruhet se mos e vras ndaj policë. Jo neve. Se kur një polic konstaton ndonjë plan të çmendur të Ramës kundër popullit, mund të reagojë se ka armë në mbres. Ma kuptove logjikën. Këta do të kenë shumë kujdes kur sillin ekspert nga Izraeli, ushtarak, se mund të ndodhë një incident diplomatik ndërkombëtar. Ma kuptove logjikën. Rama do të heqë dorë të sjelluri ekspert ushtarak izraelit apo policor në këtë çast në Shqipëri. Të ketë shumë kujdes. Pse? Sepse vetëm arsye që ata të vinë në Shqipëri nuk ka të bëjë me akademinë e forcave speciale. Nuk ka të bëjë me akademinë e aviacionit gjoja që po bën Rama me kompaninë më të madhe ushtarake izraelite dhe ushtria e Izraelit. E diti këtë besoj. Doni sot me helikoptere. Është e Izraelit. Dhe është kot. Sa ata e pilot të trajnuar në shkollat më të mira të Europës. S'ka lidhje fare. Rama ka justifikuar ardhen e ekspertëve ushtarak të Izraelit në Shqipëri.
Zero aktivitet trajnues ka pas Akademia jonë e Aviacionit, raport me Izraelin. I vetmi aktivitet që kanë ata në Shqipëri është ushtarak. S'ka të bëjë me trajnim me gjëra. Të gjithë pilotët tanë trajnohen në Turqi. Nga Turqia në Amerikë. A kuptove ligjin? Kjo është historia në 35 vjeçar. Edhe Dritan Goxhi është i trajnuar në aviacion dhe është i trajnuar në Turqi dhe me ekspert amerikan. Para se shkojnë luftës në Kosovë, vitet 90. Të kuptoj. Dhe koncepti është që Rama në këtë moment i ka ngelur vetëm të marrë ushtarak nga Izraeli për të përballë me ne. Dhe sillit skenat që kemi parë në 30 maj në Zvërnec, me ato policin private, që u përcjellin në mënyrë të shumë fisht në mes të Tiranës, në dy korrik, nuk tregon fuqinë e Tiranës, ta shpjegojmë njerëzve. Tregon krizën e Tiranës, jo sepse po bëjmë slogane elektorale dhe politike, por mendojeni vetë dhe njerë. 200 protestues. Ky merë policë ka burgu Peqinit, që s'kan drejt fjen fare. 2. Personi që arrestoi Dritan Goxhin para 4 ditësh, datën 30 qershor. Është ai oficeri i policisë me blu. Qënka shefi i policisë rrugore. Çpunka shefi i policisë rrugore. Apo po qënka i afërm i familjar i ngushtë i bodyguardit e Tiranës. Pra i duhet një besnik për të arrestuar Dritan Goxhin. Pra policia e shtetit nuk që nga mën kontrol. Përderisa Rama arreston në protest me shefin e policisë rrugore Dritan Goxhin. Me porosi personal, apo? Që është i afërmi më ngushtë familjar i bodyguardit të tij. Çështja qëndron që Rama nuk ka më dorë as policinë e shtetit, përderisa detyrohet të veprojë në rrugë të tilla. Merr policë nga Peqini. Treta, shkon dhe i drogon policët që të përballen me turmë. Pra nuk pas ka policë për të përballë sipas ligjit me turmën, apo? Pse ty quhet forcë kjo? Kjo është dështim. Kjo është tregon frikë. Ti je zvogluar. Ti s'ke mas policë, s'ke mas zgjir komandues, ty s'ta pirë ka më njëri dhe detyrohesh të bësh të skemë. Dhe mbi të gjitha, skenari që e bëri ditën e njëjtë, që u duk, ke parasysh e hëngrën Karremin, ishte që populli, protestuesit me gura, policin, ishte gënjeshtre vërtet, kështu gënjeshtre gjigande, dhe dështojnë algoritmin e në darkës. Ditën e njëjtë, në darkë ka pas shumë më tepër se gjithë javën. Po, ke drejt. Sepse algoritmi i Zotit është më i fuqishëm se algoritmi i djallit. Mënyra si Rama kërkon të manipulojë me ndrifugën e kompani, që shumë njerëz dolën lakuriq pas asaj gjëje, media, portale etj. U zhbë nga energjia jon pozitive, sepse fitoi algoritmi jon dhe pati deklarata ndërkombëtare kundër dhunës policore. Apo pra, skenaret e djallit zhbën nga dora e Zotit, pavarësisht çfarë bën djalli. Dhe ne sot jemi përballë faktit që njerëzit më dëgjojnë me shumë vëmendje. Rama po sjell ekspert ushtarak nga Izraeli që të mbijetoj përballë nesh, fiksoheni këtë gjë. Lexojeni lajmin. Akademia e Forcave Speciale nga Izraeli për të justifikuar në Shqipëri misionin ushtarak të forcave ushtarake të Izraelit në Shqipëri. Ky është një lajm që s'duhet ta neglizhoni. Ka të bëjë pikërisht me rënimin e Ramës, se s'ka më me kë bën, dhe detyrohet të marrë ushtrin e Izraelit ta mbrojë. Ky është lajmi për sot. Mos e harroni. Pse? Se ky lajmi për sot do evoloj javës tjetër. E po, lajme material pa fund në 5 ditë. S'ka filluar akoma, prit. Wow. E po, më si ka punët me ata jashtë ky e burr? Ta thot Altini. Tani, në vitin 2025, në 10 orë, doli një dokument nga Departamenti i Shtetit për Ballkanin Jugperëndimor, që jemi edhe ne të përfshirë. Dhe u tha që kanë 90 ditë kohë Departamenti i Shtetit që të rivlerësoj politikën për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë ndodhi lufta në Iran. Çfarë ndodhi në atë periudhë kohë? Filloi konflikti Spakut me Edi Ramën për çështën e Belindës, apo?
Dhe unë bëra një analizë në atë kohë që thash 90 ditë që Rama të shbëhet, sepse raporti do dali, janë në fakt thjesht mbi punën e SPAK-ut në Shqipëri. Pra, ky raport është testi, SPAK-u do mbjetoj apo do braktiset nga Departamenti i Shtetit. Dhe siç e peke reagimi i Brahos, Dedo Brahos, si e ka mon, Olsi Kudiun, shefi i SPAK-ut, sipas tij në parlament që u paraqit, tha, tani kemi vendosur që të mos bashkëpunojmë me policinë e shtetit, por do të arrestojmë nëpërmjet BK-s. Pra me Joni Ketën, apo ku Rama vetëm 40 orë më parë ofendoi gjyshin e Ketës. Është Ketë. Duke na trajtuar ne ke pasur sigurisë të përkatës. Sepse ka kuptuar që tashmë amerikanët, siç do të ketë ushtarak izraelit kratë vetë, e kanë kthyer BK-n në një trup që urdhrat i merr nga Departamenti i Shtetit. Pse them urdhrat i merr nga Departamenti i Shtetit? Sepse tashmë dhe SPAK edhe BK-ja janë të vetmet agjenci ligjzbatuese jashtë kontrollit të Ramës në Shqipëri, ku Rama ka humbur fuqinë mbi to për shkak se po degradon. Dhe ato e kanë braktisur. A kuptove logjikën? Por derisa thot shefi i SPAK-ut që nuk do bashkëpunojmë me policinë e shtetit, por do përdor BK-n për arrestime, do të thot që këtë moment nuk janë më në varësi të policisë të Edi Ramës. Që do të thot, nëse dhe një urdhër për të arrestuar Edi Ramën, e më BK-n direkt ai. Nuk ka më nevojë për policinë e shtetit. Ka kry punë, as një pra, Rama nuk do e di nëse ka dalë një urdhër për arrestimin e tij. S'do ketë kohë aty. Sepse s'do shkoj urdhën si zinxhir dhe po dai ku i gjen guximin e SPAK-u, të dalë para parlamentit dhe thotë nuk do pyes policinë e shtetit. Ku e gjen fuqinë? E gjen në vend. Ka ata që kanë dhënë këtë mundësi, ta thotë. Pra, në moment që ai thotë, as do informoj fare policinë për arrestimet e nivelit lartë, do thotë që ka marrë okay nga ambasada amerikane, e cila vetëm pak ditë më parë e përcaktoi qartë lufta kundër pastrimit parave, apo pas. Pse pastrim parave ka rëndësi? Se gjithë sistemi jonë qeveritar në fakt nuk është institucion shtetëror, është një kartel, se kam shpjeguar tjetër, ku paraja jonë shqiptare, siç ka po ta përsëris Zvicra arin për të prodhuar frangën, siç ka Amerika naftën për të prodhuar dollar, që quhet petrodollar, ne kemi kokainën për të prodhuar lekun. Pra, leku jonë është kokainë e pastër. Dhe leku jon, arsyeja pse po e mund çdo monedhë ndërkombëtare, ka të bëjë pikërisht me kokainën, nuk ka të bëjë me ekonominë tonë. Ne blejmë më shtrenjtë akoma, në inflacion e kemi të merë. Bli domatet sot, mendoj para 10 vjetësh se i bleje, me çfarë çmimi i bleje, apo flas domates sinës. Që do të thotë, neve nuk se kemi lek që ka atë vlerë raport me euro. E leku jonë s'ka asnjë vlerë, por me euro ka atë pozicion për shkak të kokainës. Dhe Departamenti i Shtetit, ndërmjet ambasadës amerikane, e mbajti këtë qendrim pending. Tani çka ka ndodhur në Kongresin Amerikan është pyetja. Kongresi Amerikan është vendosur që të gjitha agjencitë ligjzbatuese që merren me Shqipërinë, ose pse që kanë target edhe Shqipërinë, ku përfshihet për herë të parë dhe DEA. DEA është e drogës apo? Çfarë thua? CIA, FBI dhe National Security do bashkëpunojnë për të bërë një raport për pastrimin e parave në Shqipëri. 4 agjenci. Tash 4 agjenci amerikane që do përdorojnë raport për Edi Ramën, apo? Si thaj atëherë në 10 orë? Në 10 ditë kohë. Çfarë bën brenda mas 90 ditësh ta? Se ishte lufta në Iran. U bë një pauzë apo jo? Është ajo periudha që zgjat lufta 50 ditë, 60 ditë. U rikthyejnë prapë gjërat. Jemi countdown i 90 ditëve. Është ndërprerë numërimi, ka filluar lufta në Iran, Shqipëria aleat i Amerikës dhe Izraelit me Iran kundër Iranit, se kemi shpallur luftë Iranit, dhe vetëm vend që kemi shpallur luftë Iranit përveç Amerikës dhe Izraelit. Në këtë moment pauza e luftës vazhdon countdown aty ku ula, si filma, ke parasysh. Vazhdon dhe në Departamentin e Shtetit janë të detyruar të japin raporte që vijnë nga të gjitha anët
se si neve nuk kemi qeveri, por kartel. Pra, Edi Rama është shefi një kartelit pastrimit parave, kokainës. Për shkak të këtyre Albanian Files, ke për pastrimit parave me projekte arkitekturore, që të ka dalë kuriq, që u dorëzuan prokurori para ca ditësh. Domethënë, në këtë moment, Dritan Goxhaj e mundi Altin Goxhaj. Sepse argumenti im ishte që ne i kemi numrat dhe policët dorëzojnë kapelet. Ai thoshte jo, Rama duhet të zhbëhet çdo ditë. Po çdo ditë në mënyrë që të mos ketë kurrë një argument që ne shkelim kushtetutë. Mos ketë asnjë argument që populli i revoltuar ka përceu limitet e ligjit. Ai duhet zhbëhet me ligj. Si do zhbëhet me ligj? Si pas Dritan Goxhaj. Zhbëhet duke u degraduar nga humbja e autoritetit në Shqipëri, siç është kjo rasti i deputetëve, që tashmë në dy korrik, nuk ka më deputet që ecin guximtar në rrugë, se do hajnë nga karrot, në domatë, në kastravec, në vezë. E ti kupton se çfarë bëhet jeta kur ti ecën në rrugë dhe njerëzit të sulmojnë. Se të vjen ajo nana, jepi snajperin nanës, e ta merr kastravezet ta fut në gojë. Ke presur çdo gjë. Të kesh bodyguard sa dushti. Ka njerëz të revoltuar që kanë humbur gjithçka dhe që s'ja u ndjen më fare, pafund në Shqipëri. Sot për deputetin është bërë tokë e djegur Shqipëria. Do t'i dikin këmbët kur të eci. Ke presur në rër kur ti je zbath dhe është ajo ora 1 për shembull. Ecën dot në zbath në rër, nuk ecën dot. Kështu do u bë tyre toka. Dhe Dritan Goxhaj tha, Altin tha, ky do zhbëhet çdo ditë me pjesë. Do të shmontohet e jashtë dhe brenda. Ne duhet të ruajmë qetësinë dhe duhet të forcojmë durimin dhe rezistenca jonë duhet të jetë modeli se si ne do ta zhbëjmë atë njerëz me bukurinë e paqes tonë. Dhe unë ndihem në një kuptim i mundur nga opinioni publik se thonë dy korriku ku ka Altino, por më shumë ndihem i mundur nga strategjia e paqes, raport me strategjinë e revoltës. Nuk kuptova logjikën, për faktin se çdo ditë më vinë fakte pafund të zhbërjes Ramës dhe të kundërreagimit të tij raport me Izraelin, që unë e di shumë mirë që janë lëvizje të dëshpëruara në thelb dhe që po ndërgjegjësojnë shqiptarët pa dashje që Altini ka drejt kur flet për pushtimin e Shqipërisë. Sepse çdo ditë dalin fakte dhe prova që tezat e mia mbi një vjeçare që Shqipëria është në projekt për të bërë Izraeli një vjeçare gjys. Izraeli është shoqërisë hapur. Po ngjisin tek publiku shqiptar për shkak të fakteve dhe provave përkatëse. Që do thot njerëzit kur të kuptojnë. Patriotizmi shqiptarëve do të jetë spektakolar. Se s'do guxojë më kush ta shkojnë nëpërmend, ta çojnë nëpërmend të vazhdojë projektin familjes Soros për ta kthyer Shqipërinë Izraelin e ri shoqërisë hapur, sipas parimit që Zoti ja prish planet djallët. Dhe ti duhet të jesh milingona, e cila shkon fik i zjarrin pyll, me një copë ujë që do i thatë rrugës. Dhe kur i thanë, po ti milingon, shteti do fikë zjarrin pyll, do thatë, po bëj atë që duhet, jam në drejtë, po bëj dhe unë timen, atë e shef Zoti, se qa bëj unë, dhe ti Zoti se fik zjarrin. Edhe ne jemi në këtë fazë.